Inceneratorët janë afera e shekullit, e cila ka zhvatur dhe ka glabëruar qindra miliona nga taksat e shqiptarëve. Një aferë që nis në Elbasan, ku kemi thjesht një kazan me naftë, shtrihet në Fier me një incenerator që nuk ka përfunduar dhe nuk është vënë në punë, e përfundon në Tiranë, ku inceneratori thjesht nuk ekziston dhe kryeqyteti është në prag të një katastrofe. Afera më e madhe është ajo e inceneratorit të Tiranës, pasi kemi një investim prej qindra miliona eurosh, por inceneratori nuk ekziston, është thjesht një mal i madh me plera që ndodhet në prag katastrofe. Kallëzimi për këtë aferë është bërë në vitin 2021, edhe tani jemi në vitin 2026, pra kanë kaluar 5 vite nga hetimet për këtë aferë dhe ende çështja nuk është mbyllur. Dosja e hetimit të kësaj afere është në duart e një prokurori që ka zgjedhur të flejë mbi dosjen e inceneratorëve, Dritan Prençi. Te dosja e inceneratorit të Tiranës, Dritan Prençi ndërtoi një grup të strukturuar kriminal për këtë të fundit, vetëm kur pa që mediat investigative si CNA apo kallëzimet e opozitës për këtë aferë nuk do të ndaleshin. Prokurori që flet mbi dosjen e inceneratorit të Tiranës dhe është kthyer në avokat të aferës, ndonse ka dokumentet dhe prova parasyve, zhvat prej vitesh dhe nuk jep një vendim për inceneratorin e Tiranës apo për implikimin e kryebashkiakut të arrestuar të Tiranës, Erion Veliaj. Për këtë i kemi treguar prokurorit Dritan Prençi me fakte dhe prova implikimin e Erion Veliajt në aferën e inceneratorit të Tiranës. Dokumenti i parë është ai në të cilin i kthehet përgjigje Alqibllakos dhe Lefter Kokës nga Erion Veliaj, që bie dakord me çmimin 29 euro për ton për mbetje. Dokumenti i dytë janë 60 milion euro për dherat, një dokument që firmoset sërish nga drejtorët e Erion Veliajt dhe çon rreth 60 milion euro në xhepat e kompanisë. Të tjera para këto që paguen nga biznesi, por në fakt u faturohen qytetarëve në kosto në blerjen e apartamenteve apo punimeve të ndryshme që zhvillohen. Një marrëveshje mund të lidhet mes kompanisë dhe kryetarit të bashkisë, por Erioni në këtë rast nuk e ka firmosur vetë, ka vënë varësit e tij, të cilët kanë përdorur edhe vulën e bashkisë së Tiranës. Por prokurori Dritan Prençi nuk do t'i shohë këto dokumente dhe fakte, që minimalisht do të çonin në një akuzë për kryebashkiakun e arrestuar të Tiranës, Erion Veliajn. Dritan Prençi nuk ka guxuar të thrasë qoftë edhe një herë Erion Veliajn për ta pyetur minimalisht për këto dy fakte, apo të ngrejë qoftë edhe një akuzë për kryebashkiakun Erion Veliaj. Një tjetër pikpyetje që ngrihet është pse Dritan Prençi nuk i shton dosjes së inceneratorëve provat që u gjetën në kompjuterin e bashkëshortes së Veliajt, Ajola, skandal dhe skem të cilën CNA e ka zbërthyer me dokumente dhe fakte. Me gjithë faktet e gjetura dhe denoncuara nga CNA, ku shpjegohet lidhja nga Ajola tek Erion Veliaj, skemës që lidh Mega Albanian me inceneratorin e Tiranës, Dritan Prençi fle gjumë. Është po i njëjti Dritan Prençi që në dosje të tjera lëshohet si skifter. Këtu lindin dhe dyshimet për standarde të dyfishta dhe lojra politike për balanca, edhe shembulli që shkëlqen e ka emrin Dritan Prençi.